Përshëndetje, besoj që ministri e shteroi argumentin në kuptimin që besoj është e qartë për gjithë që këtu bëhet fjalë për një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për forcat tona të armatosura, për ekonominë tonë kombëtare edhe për komunitetin këtu, pasi në kuadrin e rilindjes së industrisë ushtarake në Shqipëri, ne kemi një sër projektesh për rijetësimin e një infrastrukture të vjetër, të mbetur jashtë funksionit, siç është dhe kjo infrastrukturë këtu, apo siç ishte infrastruktura e kompleksit industrial të Rubikut, apo infrastruktura të tjera në territorin e Shqipërisë, ku synimi ynë është që të ndërtojmë një rrjet të plot të prodhimit në vend për nevojat e forcave tona të armatosura, për nevojat e forcave tona të policisë, për nevojat e forcave tona zjarfikse, por edhe për eksport. Kjo do të bëjë që nga njëra anë rritja e përvitshme dhe domethënëse e buxhetit të mbrojtjes të shkojë për të stimuluar ekonominë tonë kombëtare, nga ana tjetër përmes krijimit të këtyre hallkave të reja të një zinxhiri prodhues të krijohen vende të reja pune të mirë paguara për teknik dhe për ekspert të nivelit lartë, dhe sigurisht patjetër edhe që përmes këtij procesi të stimulojmë edhe teknologjinë e inovacionit. Kjo është pak a shumë panorama brenda të cilës hyn edhe kjo strukturë. Nga ana tjetër do të fillojmë edhe investimin për prodhimin e veshjeve, uniformave ushtarake dhe të policisë në vendin tonë, pasi edhe në këtë aspekt i kemi të gjitha mundësitë që të bëjmë prodhime të cilësisë shumë të lartë dhe të krijojmë vende pune dhe të furnizojmë forcat tona të armatosura apo forcat e rendit me uniforma shumë cilësore dhe më pak të kushtueshme, dhe nga ana tjetër të krijojmë një bazë prodhuese që do të mund të shërbejë edhe qëllimit të eksportit. Kështu që në këto mijëra metra katror që janë këtu, që sot, siç e shohim gjithë, janë jashtë çdo funksioni, do të krijojmë një hapësirë ku do të ketë punë, do ketë ekonomi, edhe do ketë zhvillim. Duke qenë se jemi këtu edhe është krijuar një shqetësim, siç ndodh zakonisht në Shqipëri kur malin mbarset për të pjellë një mijë, ishte detyrimi ynë që t'ju sqaronim nga afër, që të mos zhvillohet më tej gjithë ajo teori konspiracioni që këtu do krijohet një vatër rreziku për jetën e njerëzve, një çmenduri e
Vërtet që në fakt Përshëndetje, zotë kryeministër, mirë se erdhe në njësi një. Unë jam Besnik Sulla, pensionist, ish mësues fizikulture në këtë zonë. Sa mora vesh që të ndërtohet kjo vepër këtu, erdha me vrap. Pse? Kam 25 vjet që banoj dhe jetoj në këtë njësi. Është një zonë me një komunitet shumë të madh, me një popullsi heterogjene, një zonë e varfër. Dhe më po qifi vetëm për këtë rast, sepse ka djemë dhe vajza të reja që ropaten poshtë e lartë për shkuar në punë. Dhe kjo është një ogur shumë i mirë për zonën tonë që na ofrohet për të punësuar këto djemë dhe këto vajza të reja. Në 2013 të kam drejtuar 3 pyetje kur erdhe për të promovuar kandidatin Ditmir Bushati këtu. Pyetje e parë ishte për arsimin, pyetje e dytë ishte për ne banorët e uzinës traktori dhe pyetje e tretë ishte për administratën. Dhe mbasi mora përgjigjen tuaj atëherë, jam shumë i lumtur që ju i keni mbajtur të 3 premtime. Edhe me arsimin që ishte cop, sepse kam punuar vetë në arsim, por edhe me uzinën që unë të drejtova duke thënë, jemi 320 familje në uzinë traktori, dhe na u bëshe presion në aso kohë, do dilni sot, do dilni nesër. Dhe ju na e bët atë legalizimin, ne banorët, jemi 320 familje aty, Endi Banesa na ka dhënë edhe tapit i dashur kryeministër, dhe jam shumë i lumtur, por kam vetëm kam 2 gjëra për të thënë. Këtu do bëhet industria. Aty poshtë është mbikalimi i Shkozës me një infrastrukturë moderne. Ka ardhur ajo rruga, trotuaret, ndriçimi ka ardhur deri tek uzina. Aty janë ndaluar. Jo se nuk ka ndriçim ujësjellës e gjëra, por të gjitha arterjet që të çojnë tek mbikalimi dhe tek rruga nacionale kanë nevojë për një ndërtim rrugë, sepse ka shumë probleme rrugë që nxjerrin atje. E para. E dyta, kisha për pensionet. Jam shumë i lumtur për pensionet që keni bërë një reformë sepse ka qenë tavani 245.000 lekë. Mos më ka fajkush sepse unë nuk kisha vite pune, nejta 8 vjet pa punë dhe pensioni nuk më doli si mësues të tjerë, po më doli më pak. Tash i kush puno, kush derdh kontribute, merr pensionin më shumë. Dhe unë të falenderoj me një fjalë për pensionet, ja kam ngritur dhe ministrit, që kam shumë respekt. Ja kam ngritur një shqetësim të vogël. Ushtarakët kanë një pension të kënaqshëm dhe nuk jam kundër me fjalë që mos ta kenë të pension të mirë. Por duhet parë edhe mësuesit. Duhet të kenë një status. Unë jam 70 vjeç sot. Marr një pension me të thënë drejtën shumë të vogël. Dhe dua që në programet e juaja, me fjalë të shikohet që për mësuesët ketë një status. Kaq. Ndërsa për diçka tjetër kisha, desha t'i uroj deputetit suksese, të 3 kampionëve të rilindjes, Ervinit, edhe një ish-zënësit tim, Agron Manajt dhe Orlando Rakipit, ju uroj suksese dhe 77 mandate do të marrish. Të uroj suksese. Je pak mikrofonin dikush atje. Nëse ka në i shqetësim i ere para punës, nëse ka në i paqartësi lidhur me investimin këtu i erë, si fillim. Pastaj, pa tjetër edhe tjerat janë të rëndësishme. Ndërkohë që
vjen shumë mirë që janë bërë dhe legalizimet dhe nuk e kuptoj mirë dhe kush mas sqaron jam mirënjohës, nuk kuptoj mirë qa shqetësimi keni ju që keni këto 340 banesat, se juve në qose i keni dhe legalizimet, qa shqetësimi keni tash? Po, jepi pak mikrofonin.